Rovena Stefa është një nga këngëtarët që ka mundur të rezistoj kohës dhe konkurencës së tregut. Shumë këngë të saj u kthyen në hite, ndërsa jeta e këngëtares nuk ka qenë gjithmonë e lehtë, por ka mjaft sakrifica për të cilat ajo ka folur shumë rrallë. Një lajm i trisht për familjen e këngëtares ka mbërritur sot. Ka qenë vetë Rovena ajo që ka dhënë lajmen se njeriu i saj më i dashur dhe më frymëzues, pikërisht babai i saj, ka ndërruar jetë në Kosovë. Ajo u shpreh se babai ka bërë shumë sakrifica, duke kaluar male në këmbë për të rritur fëmijët e tij. Rovena në postimin e saj prekës shkroi: "Më le të pikolluar për jetë o babi im. E deshe shumë Kosovën dhe aty dhe frymën e fundit. Në arrite me sakrificat të mëdha, kalove male në këmbë që ne të rriteshim e të bëheshim fëmijë të mbar. Bëre çdo gjë për mua dhe dashuria ime për ty nuk njeh kufi. Nuk e di se si do mund të mësohem të jetoj pa ty. Më ke lënë një boshllëk në shpirt që nuk kam fjalë për ta shprehur." Këngëtarja ka bërë me dije se trupi i babait do të prehet në fier. I shprehim ngushëllimet tona familjes Stefa dhe lutemi që Zoti t'i ia forcë në këto momente kaq të vështira që po kalojnë.